Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina dhe aleatët e saj do të punojnë për një plan armë pushimi brenda një jave deri në 10 ditë sipas një propozimi nga presidenti i Shteteve të Bashkuara për të ndaluar luftën në vijën aktuale të frontit. Kërkesat për mbështetje ushtarake vazhdojnë nga Ukraina, e cila po kërkon nga Shtetet e Bashkuara armë si raketat Tomahawk ose sisteme të ngjashme që nuk kërkojnë trajnime të gjata me qëllim të rrisë presionin mbi Rusinë për të negociuar. Ukraina tregon gatishmëri për armë pushim, por njëkohësisht kërkon mjete luftarake të menjëhershme për të forcuar pozicionet e saj në bisedime. Ndërkohë që edhe pse ky plan armë pushimi mund të ketë rëndësi strategjike për Ukrainën dhe aleatët e saj, duket se ende ka shumë punë deri në arritjen e kësaj marrëveshje. Ndërkohë kryeministria e Lituanisë njoftoi se vendi i saj do të qellojë për të rrëzuar të gjitha balonat kontrabandistike që kalojnë nga Bielorusia në hapësirën ajrore të Lituanisë. Këto dronë kanë shkaktuar mbylljen e përkohshme të aeroportit të Vilniusit 4 herë javën e kaluar. Dronët përdoren për transportin e cigareve kontraband nga Bielorusia në Bashkimin Evropian. Lituania fajson edhe presidentin bielorus Aleksandr Lukashenko, aleati ngushtë i Putinit, për mosndalimin e këtij fenomeni. Kalimet në kufinë e Bielorusisë do të jenë të mbyllura përveç udhëtimeve nga diplomatët dhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që këto incidente janë quajtur sulme hibride dhe u paralajmërua se mund të konsultohet edhe në nenin 4 të NATO-s për siguri. Bielorusia thirrri të ngarkuarin me punë të Lituanisë për të protestuar mbylljen e njëanshme të kufirit. Kohët e fundit hapësira ajrore e Europës është shqetësuar nga dronët dhe sulmet ajrore të vogla, duke përfshirë incidente në aeroportet e Kopenhagen, Myni dhe rajonit të Baltikut. Ministri i jashtëm lituanez tha se këto janë provokime të llogaritura për të destabilizuar dhe testuar vendosmërinë e NATO-s. Në thelb, Lituania po merr masa aktive dhe mbrojtëse ndaj incidenteve ajrore që vijnë nga Bielorusia dhe lidhen me kontrabandën dhe provokimet hibride.